Përdorën karburantin e punës në shkelje pezullohen nga detyra 3 punonjës të Bashkisë Vlorë. 3 punonjës të Bashkisë Vlorë janë pezulluar nga detyra që prej datës 19 dhjetor 2025 pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë marrë karburant nga mjetet e punës në pikën e grumbullimit të mbetjeve. Në lidhje me këtë ngjarje ka nisur procedimi disiplinor edhe ndaj një efektivi të policisë bashkiake. Ngjarja u regjistrua në 19 dhjetor, kur punojësi i policisë bashkiake i D njoftoi përgjegjësin e sektorit e V se shoferi një kamioni të ushtrisë i parkuar brenda teritorit të pikës së grumbullimit të mbetjeve dhe i angazhuar në pastrimin e rrjetit të kanalizimeve të qytetit kishte konstatuar shenja të dyshimta që mund të tregonin marrjen e karburantit nga mjeti punës. Pas njoftimit, përgjegjësi i sektorit së bashku me efektivin PM shkua në ambientin e pikës së grumbullimit të mbetjeve. Pas kontaktit me komandantin përgjegjës të mjeteve të ushtrisë, u siguruan dhe u verifikuan pamjet e kamerave të sigurisë në zonën ku ishte parkuar kamioni. Nga verifikimi i pamjeve filmike rezultoi se kamera monitoruese që mbulonte këtë zonë ishte spostuar qëllimisht. Një situatë e ngjashme u konstatua edhe me një tjetër interval kohor gjatë së cilit me shërbim ishte efektivi i policisë bashkiake MJ. Sipas deklarimit të tij, kamerat u lëvizën pasi 2 punonjës të ndërmarrjes pastrimit me iniciale AB dhe BH kishin kërkuar zhvendosjen e pamjes për të furnizuar automjetin e tyre me një bidon naftë. Policia bashkiake ka nisur procedim disiplinor ndaj efektivit MJ për shkelje gjatë kryerjes së detyrës, ndërsa hetimet administrative vijojnë për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes. Megjithatë, pavarësisht masave të marra, punonjësit e përfshirë kanë kërkuar të paraqiten sërish në punë.